në lidhje të drejtë për drejtë për diskutuar për këtë temë edhe zotriun Endrit Tafani, një si çështje ndërkombëtare, të cilit ne dëshirojmë mirëseardhje në Kosovë Live. Përshëndetje, faleminderit që jeni edhe sot me ne. Përshëndetje, faleminderit ju. Kënaqësi. Para se të kalojmë të kjo tema për cilin po bisedonim edhe me mysafirin para prak, do të donim që të diskutonim edhe për një çështje tjetër, pra për një konferencë për media që sot e ka mbajtur edhe presidenti serb Aleksandar Vučić bashkë me kryesuesën e Komisionit Evropiane, ku ka thënë që në kampin për stërvitje luftarake në Serbi kanë qenë edhe 3 shtetas rus. Pra kjo ndërlidhet pak edhe me temën që kemi për Rusinë dhe këtë mbështetjen që marrin nga Rusia shteti serb. Për qenë më të saktë, ai ka thënë se nuk mund të themi se ishte ndonjë shërbim rus, por kemi konstatuar praninë e 3 shtetasve rus në kampin Sunčana Reka, afër Loznicës, dhe kemi shoqëruar personat e Kombësisë serbe që ishin të disponueshme për ne. Ata na dhanë informacion për personat në fjalë dhe hetimi vazhdon, ka shtuar presidenti serb. Si e komentoni këtë, zotri Tafani? Tani, në farë mënyre, Vučić është vënë përpara faktit të njohur, domethënë, pra ka pasur një presion ndërkombëtar duke ditur që në Serbi ka pasur kampe në të cilët serviteshin persona të cilët pastaj më mbrapa mund shkaktonin trazira jo vetëm në Kosovë, ka qenë trazira të parashikuara edhe për Malinezi, po edhe për Bosnjën. Kështu që informacionet që ishin në shërbimet inteligjente të Evropës së Shtetit Bashkuar të Amerikës çonin në këtë drejtim, duke qenë se kjo çështje tashmë ishte kthyer në një, po themi, në një ngërç të madh, Vučić do që të tregojë atë që është bashkëpunues, domethënë, me Perëndimin, pra unë jam i gatshëm të bashkëpunoj, jam i prirur që të siguroj paqen në rajone të tjera, thjesht është një lojë politike e tij. Nuk është se shërbimet sekrete serbe nuk e dinin prej kohësh, domethënë që kishte shtetas rus që ishin aty, jo vetëm shtetas rus, po shtetas rus me mision, pra për të përgatitur apo për të kryer, pra në këtë rast mund të quhen me plot gojën agent rus, të cilët shërbenin për të krijuar trazira në rajon. Pra, gjithë kjo është gjitha një PR, një marketing i Vučićit për treguar që unë jam një bashkëpunues dhe i mirë rajon, duke qenë se nuk është vetëm presioni për këto kampe, të cilat mund të shkaktojnë trazira në rajon, por është edhe presioni për protestat në Beograd, që ka qenë ana e Europës. A është një PR i Vučićit? Po, a është një PR i Vučićit për të prekur pak edhe Kosovën dhe për të treguar që përveç kësaj pjesës së paqes që e përmendet ju, është një lloj kërcënimi i vazhdueshëm Serbia për Kosovën? Kërcënimi vazhdon të jetë për Kosovën, normalisht nga ana e Vučićit është më saktë në ana e shtetit serb, nuk është se Vučići është më ndryshe nga ata që kanë qenë para tij ose ata që të vinë pas tij. Domethënë, shteti serb tashmë është mbërthyer në atë problemin e Kosovës dhe pa i dhënë zgjidhje në kuptimin e njohjes së plot, asnjë president serb, domethënë, nuk guxon që të ndryshojë politik në drejtim të Kosovës, sepse për të do ishte vetvrasje politike. Vetëm në momentin kur çështja e Kosovës zgjidhesh nëpërmjet njohjes reciproke, antarësimit të Kosovës në KB etj, atëherë mund të shikojmë president të Serbisë që të fokusohen te hallet dhe problemet e popullit serb dhe të vazhdojnë të jenë realisht interesuar për paqen. Po deri në atë moment nuk do ketë asnjë president serb që të veprojë ndryshe nga ç'është vepron Vučići. Vučići do që tregojë që unë jam element stabiliteti, pra unë luftoj për stabilitetin, ata që nuk e luftojnë, ata që janë destabilizuar në rajon, janë qeveria e Kosovës dhe specifikisht Kurti, të cilin e ka cilësuar shpeshherë si faktor destabilizues. Kanë qenë dhe veprimet nxituara të Kurtit që kanë qenë në krizën që tashmë edhe Kosova është futur në sankcione në ana e BE-s, njëkohësisht është ndërprerë dialogu strategjik me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka pas kritika nga drejtori i zyrës për Evropën Juglindore në Gjermani, do të thënë Ministri i Jashtëm gjermane, i cili prapë ka pasur kritika për Kosovën. Pra, në një farë mënyrë këtyre kritikave i shtohet të fakti tashmë që për shembull Kosova mori armatime nga po themi ishin dronët që morin nga Turqia dhe që Vučić doli përpara media për të thënë që shikoni se çfarë po bëjnë kosovarët, janë ata të cilët janë luftë në rajon.
që ta bëjmë pak më dinamike, sepse po leni shumë hapësirë natyrisht për të bërë pyetjet që janë të nevojshme në këtë. A e shihni që në këtë moment Serbia ka një pozicionim më të mirë karshi faktorit ndërkombëtar, duke i përmendur gjitha këto që i thata edhe në raport me Kosovën? Pozicioni i Kosovës është më i mirë në kuptimin strategjik afatgjatë. Pra, ata që janë aleat, po themi, të Kosovës për shumë vitesh dhe do vazhdojnë të jenë për Kosovën, sepse çështja e Kosovës është një çështje e drejtë. Problemi është për një periudhë qeverisje, duke filluar në 2021 me Kurtin e duke vazhduar deri tani. Por më tepër ti ke pasur një krizë parlamentare të pashpjegueshme, ke pasur një progres raport të BE-s në të cilin akuzosh Kurti për tendenca autoritariste, pra më tepër vendet e huaja nuk e kanë probleme dhe aq, po themi, tek Kosova ose çështja e Kosovës, se sa e kanë me qeverisjen Kurti. Kështu që në qoftë se ka një qeverisje tjetër kosovare e cila i adreson këto shqetësime që kanë aleatët, normalisht gjërat do rikthehen ashtu siç ishim më përpara. Kështu që thjesht është një moment i dobët, por thjesht për qeverisjen Kurti, jo për Kosovën. Jo sepse Vučići është i avantazhuar në strategjikisht. Zoti Tafani, me që i përmendet sankcionet, që t'i kthejmë edhe njerë temës për cilën folëm qush nga fillimi e saj përket SBA-s dhe Rusisë, shumë herë Trump ka përsëritur se mund vëj edhe sankcione ndaj Rusisë. Çfarë sankcione mund t'jenë ato? Tani, ajo që është sankcionet më të mëtejshme të Rusisë kanë bëjnë me, po themi, me duke ato që janë të mëtësjeshta, duke rritur numrin e personave të cilët vendosën në sankcione, pra ata që mendojnë që janë të afërt me Putinin, të cilët u bllokojnë llogaritë bankare, nuk lejohet as transaksione as gjë. Pra, është pak a shumë si non grata që termi, por ajo që Shtetet Bashkuara të Amerikës shtyn më tepër mund të shtyn më tepër është fakti i flotës fantazëm të Rusisë. Flota fantazëm në cilës i shërben Rusisë që të transportojë gazin e lëngshëm dhe naftën që e nxjerr, domethënë dhe duke ndryshuar, po themi, pronësinë ose letrat e anijeve, për shembull ca i shpallë kur janë panamezet, ca i shpallë si në Costa Rica të tjerë. Pra gjen gjithmonë flamuj të vendeve të ndryshme, në këtë mënyrë ajo i shmanget sanksioneve të vendosura nga BE-ja përsa i përket sektorit energjetik. Aty ku vritet më shumë Rusia është sektori energjetik i Rusisë, sepse praktikisht Rusia nuk se prodhon ndonjë gjë tjetër. Përveç naftës, gazit, edhe që mund të jenë minerale tjera, por që minerale të cilët Evropa i ka, me përjashtim të uraniumit, në cilin Rusia është një prodhues i madh. Por mund të gjendet edhe shmangja edhe për uraniumin, domethënë. Por kryesisht është në drejtim të kësaj flote fantazëm që mund të jenë sanksione shtesë në drejtim të Rusisë. Duhet thënë që Evropa në anën saj nuk është se e kanë mbyllur komplet tregtinë me Rusinë, edhe për faktin që për një periudhë të gjatë nuk e ka kërkuar pavarësinë energjetike në Rusia, ka vazhduar të marrë naftën ruse, ka vazhduar të marrë gazin rus, në mënyrë të tillë që të kishte kosto të ulta për ekonominë evropiane, dhe kjo ka vazhduar sidomos është thelluar me Merkelin, e cila jo vetëm që i thelloi këtë varësi, po mbylli edhe centralet bërthamore në Gjermani, duke detyruar Gjermaninë që të ishte totalisht e varur nga energjia ruse, domethënë gazi dhe nafta ruse. Kështu që do jetë shumë e vështirë edhe për Evropën që të largohet plotësisht. I ka ulur ato që janë importet të produkteve energjetike, por nuk i ka zhdukur plotësisht. Ka vepruar për fat keq ka kompani evropiane të cilët pastaj kanë gjetur mediatorë të tjerë, për shembull Republika si Kazakistani apo Uzbekistani. Pra e kanë vazhduar tregtimin me Rusinë duke thënë që duke vazhduar me republikat që janë aty rreth rrotullt, që kuptohet që kontrollohen nga Rusia që të gjitha, por që formalisht nuk janë pjesë e sanksioneve, apo kanë bler naftë apo gaz rus duke ditur që vinte në Rusia nëpërmjet rafinerive indiane, në cilën Trumpi para një muaji i kërkoi Evropës që të ishte pak më fort në këtë drejtim, domethënë dhe të sanksiononte edhe këto gjëra. Tafani, një çështje të lutem. Kanë të dyja palët për të bërë shumë.
Po, vërtet. Një çështje shumë e rëndësishme. Pra, momentin në cilin jemi, situata në cilin është kjo qasje e momentit e Trump karshi Putinit dhe Rusisë, apo na çon, pra vendosmëria e tij në këtë moment, apo na çon drejt një paqeje përfundimtare të shumë kërkuar, apo mund të ketë diçka krejt tjetër, pra një tensionim edhe më të madh mes Ukrainës dhe Rusisë. Tensionimi aty ka ngel vetëm bomba bërthamore, nuk ka aty janë duke përdorur gjitha llojet e armëve, domethënë në konfliktin Rusi-Ukrainë. Kështu që nuk mendoj që mund të ketë ndonjë përshkallëzim më të madh përveç faktit të përdorjes që për mendimin tim të jetë fundi edhe i Rusisë nëse kalon në atë drejtim, sepse arma bërthamore është bërë e qartë që është një linjë kuqe e cila askush në botë, as vetë Kina nuk dëshiron që të përdoret kjo, pra edhe Kina e pengon Rusin që të përdori armë bërthamore përveç problematikave tjera. Por ajo që duhet kuptuar është që është një konflikt i cili duhet fituar. Paqja është afër, me që kemi këtë vendosmëri të Trumpit. Paqja është afër në momentin kur ekonomia ruse falimenton. Nuk ka, domethënë, sepse në terren Rusia nuk ose po përparon, ka ngecur në atë vend për pothuajse 3 vjetësh. Domethënë çfarë ka kapur territori, ka kapur në fillim në muajt e parë të mësymjes, nga shkurti 2022 deri qershor të 2022. Që nga ajo periudhë deri tani nuk është se ka pasur ndonjë rritje të po themi të sipërfaqes që ka kapur, kështu që ka ngecur në terren. Dhe konflikti po kthehet në një konflikt tipik si ai i luftës së parë botërore, në cilët palët ishin futur në llogor dhe ai konflikt duhet kujtojmë që mori fund në momentin kur Gjermania nuk e përballonte dot më ekonomikisht. Gjermania ishte në territorin francez kur kërkoi paqe. Pra ishte afër Parisit, por nuk kishte më mundësi ekonomike për të vazhduar luftën. Dhe kjo çoi në armëpushimin e luftës së parë botërore dhe pastaj në mbylljen e luftës së parë botërore. Pra, një situatë e tillë është pak a shumë e ngjashme me situatën e luftës së parë botërore, në cilët palët kanë ngecur në terren, asnjëra prej tyre nuk ecën dot përpara, dhe vetëm në momentin kur falimentojnë ekonomikisht, atëherë njëra prej tyre mund të jetë, po themi, e detyruar që të heqë dorë nga lufta. Edhe në këtë rast, agresori që është Rusia, sepse Ukraina ka të qartë që ka një mbështetjen e Evropës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës këtë drejtim, kështu që ekonomia e tyre mund të vazhdojë të mbajë këtë ritëm edhe për i far kohe. Po sa do të ketë një paqe të vërtet, le ta quajmë, pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje për paqen në lindjen e mesme, zotri Tafani? Domethënë, kush është perspektiva për lindjen e mesme, keni fjalën? Po, prandaj, ai nënshkrim, pra i asaj marrëveshje për paqe, sa në të vërtet në praktik do të jetë kështu? Kjo është çështja. Që në momentin duhet kuptuar që kjo marrëveshje nuk është marrëveshje e re, kjo është një marrëveshje propozuar në Arabia Saudite që në dhjetor të 2023-shit. Pra, sapo kishte nisur ofensiva izraelite në drejtim të Gazës, pra në tetor sulmua Izraeli dhe në nëntor filloi mësymja e trupave izraelite në Gaza. Në atë periudhë doli edhe ky plan. Kjo që po shikoni është pak a shumë ajo që ka ofruar Arabia Saudite që në dhjetor 2023-shit. Ka qenë Hamasi që nuk e ka pranuar këtë plan gjatë gjithë 2024-s dhe gjatë gjithë 2025-s derisa ngelin në kilometrat e fundit, pra kur ndodh përpara zgjesimit plot. Vetëm në atë moment Hamasi pranoi këtë plan me 20 pika. Pse nuk e pranon në Hamasi? Sepse Hamasi i bie që të zhduket si forcë politike edhe mos ketë më rol të mëtejshëm në çështjen e Palestinës. Kuptohet që kjo për Hamasin ishte shumë e vështirë dhe nuk mund të pranohesh në 2024, por në 2025 kur u gjend përpara zgjesimit plot e pranoi. Tani pyetja është, në momentin që trupat izraelite tërhiqen dhe e çlirojnë në një farë mënyre e lirojnë atë shtrëngimin që kishin mbi Hamasin për ta zgjesuar totalisht, cili do jetë reagimi i Hamasit? Do i përmbajtë sa marrëveshje, pra a do dorëzojë armët apo do gjej justifikime nga më të ndryshme, duke thënë siç për shembull ka pasur deklarata në eksponent të Hamasit, po edhe atë që quhet
Palestinën Islamic Jihad, në cilën ka thënë ne nuk kemi rënë dakord për dorëzimin e armëve. Pra, mund të kemi një riciklim të dhunës prap në, po themi, në Gaza, por duhet kuptuar që kësa radhe nuk është më si më përpara. Tashmë ke një marrëveshje paqe e cilën e kanë firmosur shumë vende, pra e kanë mbështetur shumë vende, duke filluar jo vetëm Arabia Saudite e cila ke produzuar, por ke Turqinë, ke Katarin, i cili kanë ndihmuar Hamasin, ke edhe Egjiptin, i cili është aty fshinj. Dhe në momentin kur Hamasi përcaktohet si ai që e ka shkelur këtë marrëveshje, nuk do ketë më as atë mbështetje ndërkombëtare që mund të ketë pasur lufta armatosur në rripin e Gazës, por njëkohësisht edhe pozicioni i tij për shkak të gatishmërisë të Izraelit për ta zgjidhur do jetë më i vështirë, sepse në momentin që ai përcaktohet si palë që nuk do, mund të jepet viza jeshile, dhe këtë e bëri të qartë Trump, një deklaratë dje që tha Hamasi ka për të çarmatosin. Nëse ai nuk çarmatose, do jemi ne që do e çarmatosim. Pra, ke një qëndrim të vendosur tashmë për çarmatosin e tij dhe ke edhe një vullnet politik të gjithë aktorëve të tjerë për çarmatosin e tij. Kështu që do jetë një lojë midis asaj që Hamasi nuk do dojë që të çarmatose, por njëkohësisht që të gjithë aktorët e rëndësishëm i ka kundër. Ka diçka interesant, një titull që na vjen nga Guardian, që shkruan për rënjen e ndikimit të Rusisë në lindjen e mesme, që lidhet me atë, pra që anulimi i turpshëm që Putini ja bëri samitit arab sinjalizon rënjen e ndikimit në lindjen e mesme. E besoni këtë, e shihni kështu? Në një farë mënyre në lindjen e mesme, po themi shumë pak vetë e dim, po Izraeli praktikisht ka qenë më tepër kur krijuar në 47, 48, më tepër shkruar në Bashkimin Sovjetik. Ka qenë Stalini ai i cili donte që të krijonte një shtet për izraelitët, njëkohësisht që të ishte qafe gjithë izraelitët që kishin qenë në Evropën Lindore dhe Rusia, ata që kishin vjetuar pas lufte. Dhe ka qenë në luftën e 48-s, ka qenë Çekoslovakia e vetme ajo që e ka mbështetur Izraelin, kuptohet, me miratimin e Stalinit, ndërkohë që Shtetet Bashkuara dhe Britania e Madhe vunë embargo ndaj shtetit sa përformuar Izraelit. Aty ku Rusia filloi të çante në drejtim të lindjes mesme, në cilën në atë kohë nuk ose kishte shumë kontroll, ka qenë viti në kriza e Suezit në 56-ën, dhe pastaj në 1964 nëpërmjet formimit të OÇP-s. OÇP-ja, Arafati, është krijim i shkrijuar nga KGB-ja si një përpjekje po themi Bashkimit Sovjetik në atë kohë, për të krijuar këtë pyk aty, edhe për të ngulur, edhe për të prishur punë interese në rajon, sepse e kishte të vështirë të çante në drejtim të Irakut apo në drejtim të Arabisë Saudite e tjerë, apo edhe të Iranit, që në atë kohë që më shahun, dhe krijoi këtë pykën e OÇP-s Arafatit. Pra, do të tavani jemi në një moment që vëmendja gjithandaj edhe mediave ndërkombëtare dhe faktikisht doja të thekë që kjo mësymi pastaj ka vazhduar diplomatike. Problemi është që Rusisë i ra fuqia në momentin kur ra Bashkimi Sovjetik dhe sa vjen dhe largohet. Për më tepër ka edhe një diçka shumë të po themi një gabim strategjik të Rusisë, e cila është mbështetur shumë tek Irani. Dhe Irani është duke u përplasur në rajon me Arabinë Saudite, me Turqinë dhe me gjithë vendet e tjera. Dhe në këtë moment dhe ai ndikim që ka pasur, duke qenë për këtë mbështetje të ngushtë, të lidhje të ngushtë që ka krijuar me Iranin, e ka nxjerrë në një farë mënyre jashtëloje. Aq më tepër që Irani ka qenë ai që ka financuar Hamas, në gjithë duan tashmë ta heqin qafa Hamasin, dhe normalisht Rusia në këtë rast ka ngelur, si thua, jashtëloje pikërisht edhe për shkak të këtij gabimi strategjik që ka bërë. Zotri Tavani, fakt po thonim që duket që është momenti që më shumë se kur edhe gjithë media ndërkombëtare, gjithandaj janë të interesuara për të parë se si do të vazhdoj kjo qasje e Trump karshi Putinit dhe Rusisë. Gjithsesi ne juve ju falenderojmë sot për kontributin dhe për këto këndvështrimet tuaja. Faleminderit shumë. Faleminderit.